Dashi. Gjërat që nuk ju emocionojnë sot do të keni tendencë t'i refuzoni ose t'i lënë pas dore me shpejtësi. Kjo zgjedhje e gabuar mund të çojë në mosmarrëveshje dhe konflikte të forta. Nëse jeni në një marrëdhënie, duhet me këmbëngulje të punoni për të zbutur tensionin sot, seriozitet maksimal. Partneri juaj do të jetë më i hapur për bashkëpunim, por edhe ju duhet të kontribuoni. Beqarët mund të hasin një dashuri të menjëhershme, por me individ që nuk ofrojnë një të ardhme të qëndrueshme, të pasur. Në punë, mos u përpjekni për perfekcionizëm, por përfundoni shpejt detyrat kryesore që ju janë caktuar, sepse mund të merrni kritika të ashpra. Financat duhet të menaxhohen me kujdes, përndryshe do hasni vështirësi më dha. Demi. Mërkuri do t'ju bëjë të ndjeheni më të dashur sot, ndërsa shprehjet do t'i kalojnë kufi. Në marrëdhënie, ndjenja e jashtëzakonshme do ju përshkruhet shpejt. Partneri juaj do të duket si magjistar i cilësisë, duke me lehtësi plotësuar çdo dëshirë që shprehni me pasion. Nëse jeni beqar, mund të hasni individin ideal me të cilin do të ndërtoni një jetë. Në punë, situata do të qëndrojë e qëndrueshme. Do të mësoni se si të reagoni në çdo moment, ndërsa çdo gjë shkon saktësisht sipas planit tuaj. Nëse jeni pa punë, me shpejtësi do t'ju ofrohet një mundësi e shkëlqyer. Financat kërkojnë kujdes të vazhdueshëm. Jo vetëm që do të kurseni, por gjithashtu do të mbledhni disa fonde të reja. Binjakët. Sot do të keni një ditë të qetë, pas surpriza dhe mungesë të ngjarjeve të jashtëzakonshme. Përpiquni me kujdes të largoheni nga rutina e përditshme me të dashuruarit dhe ndoshta dilni edhe nga qyteti për disa ditë. Do të ndiheni shumë më të mirë dhe do harroni problemet e së shkuarës. Beqarët do të pranojnë gjërat ashtu si të vijojnë, pa asnjë përpjekje për t'i nxitur. Në punë do të tregoni një profesionalizëm të jashtëzakonshëm dhe do t'i befasoni të gjithë me arritjet tuaja. Vazhdoni në këtë rrugë dhe shihni se sa larg do të arrini ndryshe. Në planin financiar do të keni një ditë me fat të madh dhe stabilitet të përmirësuar. Daforia. Sot mund të hasni trazira në jetën tuaj, kështu që është e rëndësishme të veproni me kujdes. Nëse jeni në një marrëdhënie të ngrohtë, zemra mund të flasë ndërkohë që mendja hesh. Do përjetoni emocione shumë të forta. Nëse jeni beqar, dëgjoni me kujdes këshillat e miqve për të shmangur gabimet të panevojshme. Ata do të duan vetëm mirësinë tuaj. Në aspektin profesional, planetët do të jenë me ju dhe sjellin fat mrekullueshëm. Disa propozime papritura mund t'ju afrojnë ide të reja shumë interesante. Të ardhurat do të fillojnë të rriten gradualisht, por ju duhet të vazhdoni të jeni kujdesshëm ndaj çdo lloji shpenzimi. Luani. Me durim dhe qetësi të forta, do të realizoni çdo synim sot. Duke qenë se influenca planetare nuk depërton në marrëdhënien tuaj të çiftit, ju mbetet vetëm të menaxhoni çdo situatë me vetbesim dhe përpjekje të vazhdueshme. Sillni harmoni të madhe me partnerin tuaj dhe mos mendoni vetëm për interesat personale. Nëse jeni beqar, shfrytëzoni lirin tuaj dhe eksploroni sa më shumë mundësi të reja, sepse mundësitë sot janë plotësisht fantastike dhe vërtet premtuese. Në planin profesional do t'ju shoqëroj fatin dhe do të jeni më i suksesshëm se kolegët. Shefat do t'ju japin mundësi për të shprehur mendimet tuaja mbi çështje delikate dhe ndjeshme. Në planin financiar, vazhdoni të jeni gjithmonë jashtëzakonisht sa më të kujdesshëm. Virgjëresha. Dita e sotme do të jetë më optimiste. Ju do të jeni më të realistik dhe logjik në çdo vendim. Për ata që kanë një marrëdhënie, prania e Venusit në qiellin e dashurisë do ta bëjë jetën në çift edhe më harmonike, më të qetë dhe më të sigurta sot gjithmonë. Edhe për ju beqarët, planetët premtojnë takime shumë të veçanta që mund shpejt të transformojnë rrjedhën e jetës. Mundohuni t'i drejtoni syt në çdo vend ku shkoni. Në punë do të gjeni zgjidhje për çdo problem dhe do të arrini qëllimet e përcaktuara me sukses. Për sa i përket financave, do të keni interes të madh për të frenuar shpenzimet dhe ruajtur stabilitetin e burimeve. Peshorja. Sot, Plutoni do të frymëzojë iniciativën dhe do të rrisë dëshirën për zbulime të reja. Do të luftoni me vendosmëri fort për çdo sfidë që hasni. Ju të dashuruarit do të jetoni në një ambient jashtëzakonisht të ngrohtë dhe mbushur me shumë emocione. Edhe nëse keni pasur mosmarrëveshje, do t'i zgjidhni deri në orët e para të mëngjesit herët. Ju beqarët do të jeni tepër të sigurt për hapat që ndërmerrni, duke u dhënë vetes një fitore të qartë dhe prekshme. Në punë, Marsi do t'ju jap forcë dhe kurajë të jashtëzakonshme për sukses. Mund të nënshkruani kontrata edhe sot. Financat mund të përmirësohen pas fitimit të një lotarisë. Akrepi. Sot do të kërkoni ekuilibrin në çdo fushë dhe me diellin ta gjeni. Nuk do të jeni pasiv si më parë.
Nëse keni një lidhje, do t'i dërgoni partnerit mesazhe të ngrohta dhe do të merrni një vërtet propozim impresionues. Pastitja dhe mbrëmja vonë do të jenë momentet më të begata. Për ju beqarët, portat do të hapen dhe do t'i hidhni hapat drejt krijimit të një lidhjeje. Në punë, mbrohuni nga armiqt, por mos u fiksoni duke u izoluar me ta. Bëni përpjekje për të arritur sa më parë objektivat. Me shpenzimet do t'i keni të logjikshëm dhe kjo do të shmangë të gjitha problemet. Shigjetari. Sot do të keni një ditë plot entuziazëm dhe surpriza të këndshme. Nëse jeni në një lidhje, sot do të njihni emocionet e vërteta që sjellin dashuri. Pranë partnerit do të ndjeni plotësisht të plotësuar, ndërsa zemra do t'ju rrahë me forcë. Nëse jeni beqar, do të jeni të gatshëm të bëni çdo gjë për të gjetur dashurinë dhe sot do ta gjeni me siguri. Në punë do të merrni vendime të rëndësishme, por do t'ju duhet të luftoni për të arritur majet. Bëni durim dhe shikoni me besim të fortë se çdo gjë do t'ju realizohet. Financat mund të bëhen delikate, sepse disa objekte do t'ju tundojnë aq shumë sa që nuk do e frenoni veten për t'i blerë. Britsjapi. Sot do të jetë një ditë negative. Keqkuptimet do të shfaqen qartë në çdo fushë. Për ju që jeni në lidhje, do të ketë trazira shumë të shumta. Me partnerin do të keni debate të vazhdueshme dhe pa asnjë tolerancë. Situata do të jetë vërtet alarmante në momente. Ju beqarët me gjas do të mbylleni në vetvete dhe nuk do të pranoni të dini me askën që ju fton. Në planin profesional duhet të tregoheni sa më diplomat që të mundeni, sepse vetëm kështu do të ruani qëndrueshmërinë dhe nuk do të humbisni pozicionin tuaj aktual. Sektori i financave do të mbetet plot i mbrojtur edhe sot. Do të dini se si t'i bëni llogarit me lehtësi pa vështirësi. Ujori. Dielli do ta ngrohë dhe do ta ndriçojë jetën tuaj sot. Shumë pengesa kanë zhdukur shpejt, sikur me vëmendje magjike. Për ju të dashuruarit do të ndodhin ngjarje interesante. Do të qeshni dhe do të lumturoheni në çdo çast, rëndësi se sjellni edhe ngjarjet. Ju beqarët do të keni një ditë shumë të bukur dhe plot takime. Mundet të gjeni edhe personin me të cilin të filloni një lidhje. Nëse puna që kryeni nuk ju përmbush dhe nuk ndjeni rehat, kërkoni me vendosmëri diçka tjetër pa u trembur nga sfidat që mund t'ju dalin sot. Financat nuk do t'i lini as pak pas dore, përkundrazi do t'i menaxhoni me përpikëri menjëherë. Peshqit. Nëse jeni çështjet pas dore, mos prisni mrekullin nga planetet sot. Përpiquni t'i jepni dozë të re energjie, dashurie dhe surprizash për partnerin tuaj nëse jeni në lidhje. Vetëm kështu çdo çast bëhet edhe më jashtëzakonisht magjik. Nëse jeni beqar, ka mundësi që Merkuri t'ju ndihmojë të gjeni personin më të përshtatshëm vërtet. Shumë gjëra do të ndryshojnë për ju. Saturni do t'ju bëjë të reflektoni para se të merrni vendime të duhura në punë. Karriera do të ecë përpara çdo ditë. Edhe kolegët do t'ju përgëzojnë sinqerisht për arritjet. Në planin financiar duhet ta dyfishoni vigjilencën nëse nuk doni të keni probleme serioze.